Në të qohë, qëndrimet e nismes në i dini, po besoj që janë të njohura edhe për opinionin e gjerë. Dhe unë jam e bindur që të gjitha subjektet politike, përveç si them atë përgjegjësinë që e kanë për të kërkuar votë para qytetarëve të Republikës së Kosovës, unë jam e bindur dhe duhet ta ndjej secili se përveç asaj që e kërkon votën dhe e merr votën, është tepër e rëndësishme që ta arsyetosh besimin qytetar ato atë votë që e ke marrë. Dhe arsyetimi për votën dhe besimin që e merr sigurisht që përshkallëzohet dhe ju takon subjekteve politike varësisht prej kapacitetit apo numrave të cilët i kanë në kuvend. Dhe për këtë pjesë, unë jam e bindur që qytetarët janë të vetëdijshëm dhe kuptojnë drejt dhe për te i saj, unë jam e bindur që edhe ata qytetarë të Republikës Kosovës të cilët nuk e kanë ditë saktë se si qëndron situata me subjektet politike në Kosovë, tani më për këta muaj janë në gjendje ta kuptojnë drejt dhe saktë se cila është situata. Them që subjektet politike në Republikën e Kosovës, duke filluar nga subjekti politik që ka dalë i pari në procesin të 9 shkurtit, e deri të nisma socialdemokrate që jemi ne dhe të kaptojnë qytetarët e Republikës së Kosovës me 3 deputet në Parlamentin e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për ngritjen e çmimeve në Republikën e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për rrymen e cila për çdo ditë është një situata më kaotike të mundshme për Republikën e Kosovës, kemi obligim për shëndetësinë në Republikën e Kosovës. Kemi përgjegjësi edhe deri te librat të cilat kanë më shpërndar për nxënësit në Republikën e Kosovës. E për te saj e dini, dhe gjithë qytetarët e dinë që për muaj të tërë është vinquar zoti Limaj për takimet i cili ka thënë që duhet të takohemi, të diskutojmë për çështje të cilat janë në interes nacional.